Rritën pensionet. Edi Rama vëllos ligjim për rritjen e pensioneve me 300 euro. Kryeministri Edi Rama ka firmosur një ligj të ri që parashikon rritjen historike të pensioneve në Shqipëri, duke vendosur një kufi të ri minimal prej 300 eurosh. Ky vendim vjen si pjesë e një pakete të re sociale që synon të përmirësojë ndjeshëm jetesën e mijëra pensionistëve në vend, të cilët për vite me radhë janë përballur me pensione të ulta dhe kushte të vështira ekonomike. Ligji i ri, i cili pritet të hyjë në fuqi në muajin korrik, përfshin të gjitha kategoritë e pensionistëve, pa asnjë përjashtim. Nga ky vendim, do të përfitojnë të moshuarit që aktualisht marrin pensione të ulta, duke u garantuar atyre një të ardhur mujore minimale prej 300 eurosh. Kjo mas shihet si një hap i rëndësishëm drejt barazisë sociale dhe mbrojtjes së dinjitetit të moshuarve në Shqipëri. Qeveria ka deklaruar se rritja e pensioneve është e qëndrueshme dhe do të financohet nga të ardhurat shtesë të buxhetit të shtetit, si dhe nga reforma fiskale që janë ndërmarrë gjatë viteve të fundit. Sipas kryeministrit Rama, kjo është vetëm faza e parë e një sër masash që do të ndërmerren për të mbështetur brezin e tretë, një kategori që sipas tij për shumë kohë ka qenë në harres nga politikat publike. Reagjimet nga shoqëria civile dhe vetë pensionistët kanë qenë kryesisht pozitive, duke cilësuar ligjin si një fitore të vonuar, por tepër të nevojshme. Me hyrje në fuqi të këtij ligji në muajin korrik, Shqipëria bën një hap domethënës drejt ndërtimit të një sistemi pensionesh më të drejtë dhe më të barabartë, duke i dhënë fund një trajtimi të pabarabartë që ka zgjatur për dekada të tëra. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.